Ka është një moment që Berisha nuk e një rezultatin dhe... Po, a ka një plan konkret opozita? Se mirë, dakor, nuk bën asë këshu Moskuzi, nuk kërkon, nuk bën analizë. Po bën një plan konkret, se plan konkret, ky është tani që i ka vjedhur krimit gjitha, si do bëhet kjo gjë tani? Ali Mehmet edhe... Si do bëhet edhe analizët? Duhet të ketë një plan, mo? A ka një plan? Si me ndoni? Një plan që duhet të ketë një plan? Ha? Si me ndoni? Përgjem, unë i pari. Po ti edhe pasaj analizët dhe... Në rrath parë, vazhdojmë që ne jemi akoma në proces. Jemi antarë të Këshillit Kombëtar të dy, edhe unë dhe zonja Kalaja. Kur të ketë një mbledhje parë të forumit të Këshillit Kombëtar që do ketë, aty i bëjmë ne diskutimet tona se ku është plani, ku është plani. Në këtë moment ka menimin gjithmonë forcë më e vogël dhe më organizuar është kryesia. Duhet pyetja dhe syt mbahen në këtë moment këtu ke forumi i kryesisë. Tu i qëndrojmë, po që do ketë plan, po pa tjetër që do ketë një plan, thotë. Pa tjetër, po. Po diskutimi do bëhet në forumin përkatës. Deri në këtë moment që flasim ne, nuk është mbledh as Këshilli Kombëtar, as Kuvendi, kështu që neve nuk kemi pas atë forumin ton për me diskutu këtë. Pra do kemi një plan. A tjetër gjithmonë do ketë... Për momentin, për do jeshtë duke u përqendruar të kjo, të ankimimet për çdo rezultat që jepet, do merret me certifikimin e zgjedhjeve. Jemi akoma në proces. Dhe është herë për të thënë që do ketë akoma apo jo një reflektim të brendshëm, se por përjashtimi i mundësisë së reflektimit të brendshëm është shqetësues. Është shqetësues për të ardhmen e opozitës në vend. Jo shqetësues për ata që duan, që nuk e duan PD-n, siç thon këta i thotë. Qartë. Çfarë do i bëjmë shumë PD-s së kaq? Po ka Rama që e bën PD-s shumë së kaq. Problemi është PD-ja çfarë do bëjmë vetë. Nëse PD-ja do bëjmë vetë, do të vazhdojë në kushte jo statutore, të drejtoj partinë kryetari, të vazhdoj të shoh fajt e tjerët, të vazhdoj të thot vetëm që unë kaj gjithë bëj, do dalë në zgjedhje, këtë listë kam, këtë program kam, do dalë në zgjedhje, po mi vodhëm prap, i ka prap, atë mund dalë në forcë 3 dhe forcë 4. Kjo do jetë dëshirë e PD-s. Problemi është, a bëhet dot, a rikthehet PD-ja dot forca politike ku njerëzit të projektojnë të ardhmen e tyre? Qëllimet e tyre politike, jo direkte dhe indirekte. Më shkruan prapë një kolegë këtë që thotë Abileka, në njëta gjë. Plane mund të ketë thotë, po a do të ketë beteja. Se, në kupton... Me këtë puti, se... Jo, unë realisht nuk kisha fol, vëdhe me kisha përsërit Ergyçit. Atë që tha, se para zgjedhjeve i ka thënë 10 çështje, dhe si është përmbajt asnjë. E përsëriti pastaj 3 gjëra tjera Antoni, që tha asnjërin që është përmbajt. Çështja te plani është besimi. A ka besim dhe mas pari a ka vullnet ky njeri me ndryshu gjëra, apo ka vullnet vetëm me mbajt veten në pozitën historike të tij, dhe pastaj të shkoj bashkë me partinë në fundin e saj, apo ka një plan që të tjerët mund të ndërtojnë dhe të veprojnë mbi të. Unë nuk besoj, për arsye se është kurrur aq shumë partia dhe është kurrur aq shumë fuqia saj, besimi saj, sa që unë dyshoj që ata mund të bëjnë çfarëdo veprimi që ka përmbajtje. Tjerat janë fjalisi, këta janë kriminal, këta janë, ky është akti shëmtuar, pastaj kjo falsifikim, këtu janë mbiemra të cilat nuk i duhen askuj për arsye se s'kan asnjë rezultat, dhe unë mendoj që kryetari i Partisë Demokratike do të mbetet me mbiemra, për 2-3 prej tyre të cilët shajnë në parlament dhe i japin pikë të vazhdueshme Edi Ramës. Kaq është kjo. Ka një gjë që kërkosh reflektim dhe analizë, duhet që kjo të shoqërohet me përgjegjësi. Dhe mua më duket që pjesa më e madhe aty nuk kanë interes për përgjegjësitë, sepse janë përgjegjës për humbin. Dhe i pari që është përgjegjës për humbin është Berisha, sepse ishte kreu, ishte generali, domethënë tash dakor, gjithë kanë faj, po s'mund të thush se s'ka faj generali në betejë. Tani problemi tjetër është që përgjegjësia duhet lidhet me ndryshim, pra domethënë që ti të ndryshosh, pra të mbash përgjegjësi, duhet që ata njerëz cilët bën pengesë për fitoren e Partisë Demokratike ose për fitoren e opozitës, për avancimin, për kthimin e kësaj partie në një parti të besueshme,
duhet largohet. Pra duhet që kjo të shoqërohet me një reformim të thellë Partisë Demokratike. Pa një reformim të thellë, nuk mund ajo parti të bëhet konkurruese. Dhe problemi është që këtu më duhet që nuk ka interes për një reflektim thellë, sepse të gjithë elitat e asaj partie duan që të vazhdojë kjo statu quo, të rinë aty. Sepse çdo reformim do lidhet me ndryshim elitash. Shiko, zgjedhjet treguan një gjë shumë të rëndësishme mendojnë, që e treguan edhe tek votat që mori Ali Mehmeti. Edhe në Durrës pati Aulon Kalaja, edhe në në rreth e tjera në Lezhë pati të rinj të cilët morën shumë vota. Pra të rinjt marrin vota. Ajo parti po të ketë të rinj ndryshojnë gjërat, nuk kanë, pra nuk ketë. Pyetësh ndrohet pse nuk ndryshojnë, pse nuk vinë të rinj, pse nuk çohen të rinj në krye dhe të tjerët pastaj të ndihmojnë këta të rinj. Sepse ato elita nuk ata janë gati t'ia vënë zjarrin partisë vetëm ne mos tikim. Dhe ky parti do shkojë ashtu, ky është problemi. Nëse vërtet baza poshtë nuk e kupton që duhet ndryshuar elita e asaj partie. Dhe po të shohësh tashmë lufta kundër, domethënë ç'a bëhet për të mos mbajtur përgjegjësi, ç'a bëjmë? Shpikimi luftë tash. Lufta për mbrojtjen e votës lirë. Po ti s'mund ta mbrosh votën lirë kur ti s'ke mbajtur përgjegjësi pikë pari për humbjen tënde. Pastaj tjetra ç'a bëjmë? Shpikim armiq, psikologjinë e armikut. Kush flet për përgjegjësi, po i shërben armikut. Dhe me këtë ç'a bën? Ti pengon reflektimin. Se unë jam dakord që do etapa, po duhet patjetër që reflektimi të jetë e para, sepse pa reflektim ti nuk mund të nisësh një betejë. Si do nisësh këtë betejë kur ti s'ke reflektuar pikë pari për humbjen? Është si në futboll. Shkove ti u rrahe një ndeshje. Mblidhet ekipi, reflektohet, gjen pikat, riformulohet strategjia që ndeshjen tjetër fitosh. Kurse ky thotë jo, bëjmë një ndeshje, ne pastaj shkojmë bëjmë strategji për pra do të duket që nuk ka interes për të. Është pyetja tjetër shumë logjike dhe shumë e thjeshtë tani, dakord. Edi Rama i ka vjedhur me krimin me të gjitha 100%. Pse ti vazhdimisht thua këtë gjë? Që kalojnë çdo 4 vjet i vodhi, çdo domethënë kjo tani. Po pikërisht praktikisht. Ti duhet të ndalosh atë. Ta zëm se i vodhi çdo 4 vjet. I vodhi më totalisht. I vodhi. Jo, dakord. Them me gojën plot i vodhi. Po ti tani ty ti vodhi. Po brava. Dhe çfarë je duke bërë? Domethënë ti s'qen ke fare. Ktu është, edhe kjo është një dilemë shumë e madhe. Ma thuj si janë Partia Socialiste i ka 50.000 vota më pak. Si është e mundur që e djathta, ajo Partia Socialiste i humbi 50.000, kurse i djathta votoi për kë? Për Partinë Socialiste. Unë mendoj që votat majta Partia Socialiste ka humbur ma shumë se sa 50.000. Vota të majta Partia Socialiste ka humbur bukur shumë. Shumë ma shumë se sa që na mendojmë. Dhe votat e djatha, shikojni Fierin, edhe shikojni Elbasanin, dhe shikojni disa vendet Shkodrën, janë vota serioze të cilat kanë kalu në Partinë Socialiste. Ka dhe një gjë, pse demokracia është sistemi më i mirë, dhe ky është sistemi më i mirë jo vetëm për vendin, por edhe për partitë. Sepse jo flas, po më i mirë i mundshëm, se nuk është perfekt, patjetër. Jo, e kam fjalën. Por shiko, sistemi demokratik. Po pra, shiko, më fal. Nëse një parti humbet zgjedhjet, Ili edhe po ti ishte, s'ka qenë as ditë këtu, 35. Dakor, këtu s'ka parë demokraci. Një karikaturë. Po ka një. Por edhe sikur ti ishte, ky sistem po lëngon tani në gjithë botën. Dakor, po ka një gjë të mirë, pra pse duhet të demokratizohet një parti? Sepse kur ti humbet, ç'a bën? Ti jep dorëheqjen. Dhe vjen dikush tjetër. Ky tjetër zgjedh stafe të reja, zgjedh njerëz të reja dhe kandidon. Dhe njerëzit shohin diçka të re tashmë. Nëse kandidon po ti që e rrahur një herë, atëherë si mund besojnë që ti do fitosh tashmë? Kur ti e rrahur një herë. Dhe ti e rrah disa herë tash. 2 veta në 35 vjet ka të dorëheqjen. Po mirë, dakor, po prandaj jemi këtu pra, ky është problemi. Ky është problemi. Dhe çfarë bën? Ka dhe një gjë që në shkenca politike njihet që pra një njeri kur qëndron gjatë në pushtet, nuk bëhet kurrë më i mirë, bëhet gjithmonë më i keq, sepse detyrohet bëhet i keq, edhe në qoftë mirë. Qartë. Këta kanë gjithjetës pushtet. E para, e dyta, kur ti ke pushtetin absolut, ti nuk mund ta përdorësh për mirë atë. Pra thuhet e keqja, pushteti korrupton, pushteti absolut korrupton në mënyrë absolute. Ç'ndodh tani thoni ju nga dy fjali? Si do ndryshojnë gjërat me kjo është? Fundit me majorancën që ka marrë gjithë këto vota, sot u bë një fest sot apo vishte thjesht fjalim i Edi Ramës? Fest. Se 2 vjet flasin, u bë fest. Po ashtu janë festat. Feste. Ato janë festat ku asnjëri nuk qesh. Ai marrin fjalim si fjalim morgu, dhe gjithë duhet rokasin, me kujdes, sepse asnjëri se di fatin e vet. E marrën telefon të se a do qeverisë dhe këtu tani, se ai ka të gjitha dhe mund të lërë dhe një ndihmës. Se kishte marrë Zelenski sot dhe mund të vazhdoj punë ndërkombëtare. Me delegim, do të thënë. Po lejë aty është. Kishte një media thoshte Vendi vogël shkyten. Ka i sa kanë mbetur nga këtu. media tona thoshte Zelenski e informova Ramën për bombardimet e Rusisë. Informova.
E tha sot me qëllë. Informacion ka dhe, s'ka. Tani, Zoteli Mehmeti, që do bështi tani? E tha njeri ju mërë burë. Njeri i mirë shumë, më vjen dhe keq me këte që të kanë ndodhur shumë vërtet ty. Kërse ka një gjë që mua më vjen keq, që të kanë ndodhur. Ma vjen keq, ty të vjen keq. 20.000 vota, e kupton. Edhe aty tani ata kanë nga sa kanë, nga 1.000, nga... Nuk do ishte ndryshe kontrasti i PD-s Zoteli Mehmeti, në qoftë se s'do ishte jashtë parlament. Do ishte kështu, thua, e? Po Pikërisht të paktën të kishte marrë Pikërisht për të arsye është kontrasti. Se gjithë ato vota ikën dhe... Është ajo që duhet në PD. PD-ja ka një problem. Nuk bëhen zgjedhje në Shqipëri, ne nuk jetojmë në një sistem demokratik. Më falë, ndryshe Zoteri Mehmeti. Nuk jetojmë në një sistem demokratik. Sa bëhen zgjedhje, ka një farsë elektorale. Farsa elektorale është mangën në 2 mënyra. E para, me një rezistencë popullore mosbindje civile deri në rrëzimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike që të bëjë zgjedhje të besueshme për 2 palët, që nuk bëhet. E dyta, krijimi i një sensibilizimi ndërkombëtar që të detyrojë qeverinë këtu që të bëjë zgjedhje të lira, ose të jap dorëheqjen, ose të bëjë qeverinë teknike. Të bëhen zgjedhje të lira. Ne, pavarësisht tentativave që ka bërë opozita e sotme, nuk kemi asnjë nga këto 2 rrugë të realizuar. Kjo është përgjegjësia e Në PD-s. qartë, unë them tani që Adriana, Për shembull, e mbarova, faleminderit shumë, më shkruan, Ja, Trumpi, që u angazhua PD-ja ta sensibilizonte, në fillim të majit takoi kryetarin e opozitës së Polonisë. Dhe i shprehu mbështetjen e tij për zgjedhje. Në fillim të majit ne prisim që Trumpi të takonte kryetarin e opozitës shqiptare ose të jepte një mesazh në Shqipëri, por nuk e tha. Trumpi thotë ja. Trumpi s'dieta mund ta... Jo, po mirë, Ai mund po ta thësh, nuk ka dietë me takone çfarë i thot. Po e takoj edhe ato Trumanis, po jo. Ai takon Trumpi që ai po kritikonte Zelenskin. Ja ta mbyll të kritik Adriana dhe ti je dakord. Adriana, faleminderit shumë tani. Ti do të jesh aty fort edhe gjitha partia. 2 fjali dua. Jo, unë desha në fakt të vazhdoj aty ku e tha Antoni. E kishte në fakt një media, kjo është media serioze, që tregonte se si Zelenski e kishte vënë në dieni Ramën për situatën atje, por nuk ka lexuar më poshtë, kishte vetëm problemin që nuk kishte arrit të lidhej me Macronin, për ngjarje si kishte ndodhur Macronit dhe nuk e dëgjonte. Sa për mua, Ylli? Se ti tani ju këto shikoni, se të doktorit që një asgje, a e rau gruaja Macronin, Po tani, imagino tani që presim ne? Ju kanë rafur me të gjitha llojet e... Jo, më jo, se... Ta tanës në i rajnë gradë. Tani në fakt Ju shikoni e kanë raur Macronin? unë prisja të më pyesje për atë... Jo, 2 fjalit fundit do ta mbyllim. Po pra, për betejën ligjore që unë sot e fitova, dhe nuk është pak të fitosh një betejë ligjore kundra Edi Ramës. Edi Ramës çfarë? Fitove gjyqin? Po, gjykata e lartë më dha të drejtë dhe më tha që çështja e grabitjes së pronës në Surrel, nuk e di a ka shkuar ndonjëherë për vizitë zoti Haxhiu, po duhet bëhet me dije që është një pronë e grabitur, është një pronë publike dhe do t'i kthehet publikut me detyrimin maksimal, pasi edhe vetë gjykata e lartë me gjithë problematikën që ka, sistemi i drejtësisë, sot më dha të drejtë dhe më tha grabitja e tokës në Surrel është një çështje që do hetohet nga SPAK-u, pra jo nga Prokuroria e Tiranës, siç e kishte vendosur Dumani. Ndërkohë, unë personalisht do vazhdoj betejat e mia, siç e kam për zakon. Po e ka të vërtet gjykata këta, po... Po realisht, po të doni, unë e kam me vete. Krimi i thotë i... është vepër penale që duhet të hetohet nga SPAK-u dhe jo nga Prokuroria e Tiranës. Ja ku e kam vendimin. Po të ka hequr... Thjesht e ka hequr nga... Nga Tirana e ka Nga Tirana e ka çuar atje, okej. Nëse fitore kjo fitore. Jo, unë e çova në SPAK dhe SPAK-u e hoqi dhe e çoi ke Prokuroria e Tiranës për ta zvarritur. Prokuroria, gjykata e lartë e ka kaluar aty. Ndërkohë, Tani 2 fjali vetëm për
Po, unë të thash në pozicionin tim do vazhdoj ato që unë di të bëj më mirë, ti shkoj gjërave deri në fund, ti shkoj kauza deri në fund, dhe nëse në shtator do filloj riorganizimi i partisë, patjetër që do mbaj qëndrimin tim.